Kohët e fundit, autoritetet serbe dhe ato kosovare kanë shpërsuar retorikën, sidomos pas ndërtimit të një muri ndarës nga serbët në qytetin e Mitrovicës, arrestimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga policia franceze në bazë të një urdhër arresti të Serbisë dhe tash së fundit tentimin e hyrjes në Kosovë të një treni të Serbisë pa lejen e autoriteteve të Kosovës. Autoritetet serbe ditë më parë kishin menduar se letë do të kalonin kufirin e Kosovës me anë të një treni të mbushur me shkrime Kosova është Serbi. Por autoritetet kosovare kishin reaguar ndaj hyrjes së këtij treni. Njësia speciale e Kosovës ishte dërguar në veri që ta ndalonte hyrjen e trenit në Kosovë, i cili ishte ndaluar në rashk me urdhër të shefit të qeverisë serbe. Megjithatë, reagimet e liderëve serb ndaj kësaj ndalese ishin qesharake. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pas kësaj u kishte bërë lutje kosovarëve që të mos i vrasin serbët që ishin në atë tren, të cilët u ndalua në veri të Kosovës. Pas tij ishte edhe presidenti i Serbisë, ai që tha se janë të gatshëm të nisin luftë nëse Kosova vret serb. Megjithatë, në Beograd qytetarët serbë si asnjëherë më parë në komentet e tyre në media i kritikuan liderët e tyre për hapat e ndërmarrë dhe për deklaratat e tyre kundër Kosovës. Të menjëhershëm në reagime ishin edhe zyrtarët e BE-s dhe NATO-s, që kërkuan dialog ndërmes palëve. Treni serb që ishte dhurat nga qeveria e Rusisë ishte imbuluar me ngjyrat të Serbisë, që në të mbante mbi shkrimen e 21 gjuhëve të botës, Kosova është Serbi, dhe muret brenda trenit ishin të veshura me fotografi dhe ikona mesjetare të manastireve serbe në Kosovë.